Debutuesi në ligën e parë të futbollit, klubi futbollit Arsimi nga Çegrani në pjesën pranverore të kampionatit 2025-2026 ishte befasia e kampionatit, duke u renditur në pozicion e 5 me 6 fitore, 4 barazime e 6 disfata me 22 pikë të grumbulluara. Këto suksese të skuadrës çegranase obligojnë drejtuesit e klubit që të mendojnë që edhe në pjesën pranverore të kampionatit të dëshmohen me organizim dhe punë serioze. Kështu që pas pauzës 4 javore, më 3 janar 2026, ka caktuar grumbullimin e parë, ku i gjithë stafi do të njoftohen me plan programin e punës në fazat përgatitore që startojnë në terrenet vendase, ndërsa nga data 6 apo 7 janar do të udhtojnë në Kroaci. Këtë ekskluzivisht për televizionin Koha, deklaroi trajneri Vildan Saliu. Sigurisht futbollistët kanë qenë në pushim, ndërsa ne stafi kryesia kemi qenë në kontinuitet në bashkëbisedim, që të mundet të bëjmë një analizë të sezonit që lan pas, gabimet eventuale të cilat mund të kemi bërë, përforcimin e ekipit, fillimin e fazës përgatitore, dhe kështu që kemi vendosur që më datë 3 janar të startojmë me fazën përgatitore, ku do të qëndrojmë 2-3 ditë këtu në vend dhe pastaj do të zhvendosemi në shtetin e Kroacisë, ku atje do të qëndrojmë 10 ditë për të pas ekipin sa më afër, sa më kontroll dhe në mënyrë sa më dinjitoze të përgatisim ekipin për sezonin pranveror, kështu që jemi në bisedim edhe me disa lojtarë të cilët duhet të na afrohen si përforcim i mundshëm, sigurisht kemi edhe lojtarë të cilët janë largu ose dëshon ndërkohë dikush do dëshiron të largohet. Dhe sigurisht që është një proces që futbolli ka prezent dhe ne duhet jemi të gatshëm me përballue secilën situatë, por kjo është data, domethënë me 3 janar startojmë. Para kësaj gjithë lojtarët kanë pas edhe një plan program një javor të cilën do duhet me zbatu veshmas, pastaj kur do kthehen në klub, domethënë ne do të bëjmë pastaj testimet tona që të mund të shohim edhe formën sportive të tyre dhe mbas formës sportive të hartojmë planin e fazës përgatitore. Klubi futbollit Arsimi gjatë fazës përgatitore dhe gjatë afatit kalimtar të dimrit do të sjellë freskimin me lojtar cilësor sipas nevojës në çdo repart, por gjithsesi se do të ketë edhe largime. Pjesa pranverore e kampionatit fillon më datë 15 shkurt me ndeshjet e Xhiros së 17, ndërsa Arsimi është një koqire e AP Brera në Gostivar.